Po. Kur ishte nesër një sfidë besoj shumë e rëndësishme dhe vlerësuar maksimalisht nga futbollistët e Vllaznisë. Padyshim që është një sfidë e rëndësishme, por pikëspari më lejoni ta filloj pak ndryshe me që dje ishte dita e fundit e Ramazanit. I uroj gjithë besimtarët musliman që Zoti ja pranoftë agjërimin, sakrificat e çdo vepër të mirë që kanë bërë gjatë këtij muajit, edhe me që sot është festa Fitr Bayramit, uroj që kjo festë të sjallin paqe dhe begati në familjet tuaja. Ndërsa për ditën e nesër, normalisht është një sfidë e rëndësishme, sepse e dim që Dinamo ka kualitet, pavarësisht se këto ndeshjet e fundit po kalon ndoshta një moment jo të mirë. Por gjithsesi nuk duhet ta nënvlerësojmë, sepse brenda Dinamos ka lojtarë me cilësi, me kualitet që mund të bëjnë diferencë në çdo moment. Por për ne tani jemi futur në një fazë delikate dhe e dim që këto janë ndeshje shumë të rëndësishme që nuk duhet të gabojmë dhe e kemi detyrim 3 pikë në ditën e nesërme. 3 ndeshje pushim. Kohë e fundit për ju. Ka ardhur momenti për të rikthyer në fushë? Shiko, për çdo futbollist është e vështirë kur rrin jashtë fushave. Por mendoj që dëmtimi kaloi dhe unë jam gati për ekipin, edhe nesër do të jem në fushën e lojës. Ndërkohë javën e kaluar dëmtu edhe Kastrati, por duket se ka lajme pozitive për të. Për fat keq Kastrati u dëmtu ndeshje me Ignatien, por tani është duke prit sepse akoma nuk ka një përgjigje përfundimtare nëse do i duhet të rri gjatë apo do i duhet të rikthehej shumë shpejt. Ndërkohë sfida e javës kaluar Ignatia Vllaznia u shoqërua me shumë probleme në kampin Rogozhinas. Si është pritur në kampin Shkodran? Shiko. Pritur Tomasa kaq drastike. Për mendimin tim, është mendimi personal. Ato masa mendoj se duhet ishin, si më thon, duhet ishin marrë ndoshta më parë, sepse unë them që nuk i ka hi asnjë ekipi që për një vendim të arbitrit apo i drejt apo i gabuar qoftë ai, sepse edhe arbitrat mund gabojnë, ka rasti të gabojnë, por tani gabimet janë më të pakta sepse është e vari prezent. Nuk i ka hi asnjë ekipi që dali nga fusha e lojës dhe të bëj protesta të tilla, aq më shumë. Një ekip i kampion si Ignatia, që 2 vitet e fundit ka dalë kampion, mendoj që nuk i ka hi që dali jashtë fushës, edhe në protestojnë në atë mënyrë. Gjithsesi ato janë vendime që i takojnë federatës dhe nuk ta kanë shumë të flasë për këtë pjesë. Po ishte disa pikë të rënë në ndeshjet e fundit nga Vllaznia. Duket se tashmë nuk ka kohë për të gabuar, edhe të ndeshjet e fundit. Është vërtet, jemi futur në një fazë shumë delikate. Kemi lënë shumë pikë, ndoshta me ato ekipe që në letër mund të jenë të lehta, të kalueshme, por sot e kemi vërtetuar që asnjë ekip nuk është i lehtë. Sot mundesh me rrash çdo ekip, sot mundet me të prish punë çdo ekip. Gjithsesi ne dimë se tani jemi në fazën e fundit të kampionatit, janë 8 ndeshje që kanë mbetur dhe duhet ta vlerësojmë çdo ndeshje si finale, nëse duhet të arrijmë ato objektivat tona. Sigurisht në 2 ndeshjet e fundit Vllaznia nuk ka shënuar. Në fakt, a ka një ngërç psikologjik në raportin e sulmit apo kanë qenë thjesht rastësi? Jo, nuk do të thoja ngërç psikologjik, sepse ka pas ndeshje ndoshta më parë që kemi shënuar ndoshta 2-3 gola. Ka ndeshje që do të thonë ndryshon ndeshja me ndeshjen, ndryshojnë situatat me situata. Ndeshja me Ignatien normalisht ishte ndeshje e fortë, janë 2 ekipe që luftojnë për titull kampion, vendi i parë me vendin e dytë. Edhe normalisht do të jetë një ndeshje ndoshta e balancuar dhe jo me shumë raste siç ndeshjet e tjera. Por s'ka asnjë ngërç psikologjik. Mendoj se që në ditën e nesërme do dalim tek loja jonë dhe tek ato gola që gjithë presin. Kthehet dueli Vllaznia Dinamo, një duel që është shoqëruar me jo pak polemika. Besoj që do të shkojë gjithçka normalisht nesër në Loro Boriçi. Jo, gjithmonë ndeshjet Vllaznia Dinamo ka pas rivalitet, sepse për traditën e të 2 ekipeve që e kanë në stilin e tyre, domethënë lojën sulmuese, janë bërë lojra të bukura, ka pas rivalitet ndoshta edhe duele të ashpra, por unë besoj se çdo gjë është në kuadrin e futbollit dhe brenda fushës. Ato polemika që janë shoqëruar herë pas here jashtë fushës, besoj se duhet i harrojnë sepse gjithçka mbetet vetëm brenda 90 minutave. Unë jam i mendimit që Vllaznia ka ekipin më të mirë në Shqipëri, jo vetëm si individ, por edhe si kolektiv. Shumë vetë pranojnë që Vllaznia ka ekipin më të mirë në Shqipëri, shumë vetë ndoshta mendojnë por nuk kanë frikë ta shprehin që ne kemi ekipin më të mirë në Shqipëri, por gjithsesi ne duhet ta tregojmë fushë që jemi ekipin më të mirë në Shqipëri dhe duhet ta meritojmë këtë gjë. Kur ishte në përfundim të ndeshjes së fazës së dytë
trajneri Daja tha që Dinamo ka mësuar Vllaznin se si duhet futbolli. Ndërkohë në bilancin e ndeshjeve direkte Vllaznia është më e favorizuar, ka fituar 2 ndeshje dhe ka humbur 1. Ndërkohë dhe renditja tregon krejt diçka tjetër. Në fakt Dinamo tashmë është jashtë Final Fourit dhe Vllaznia kryeson me merit renditjen e kampionatit. Ke një koment tashmë në këtë fazë kampionatit për trajnerin Daja, mbi ato çfarë ka thënë? Ja, normalisht s'kam asnjë koment sepse e di që pas ndeshjes shpesh herë ato deklaratat janë nxittume sepse euforia duhet ta kuptojmë. Besoj se edhe jo kuptoni, ndonjëherë vetë lojtarët apo stafi teknik mund të marrin vendime nxittume ose ndaj deklarat në eufori e sipër. Unë them që me gjitha ekipet pothuajse pretendente që janë tek pesë a parë, ne jemi domethënë shumë më mirë në ndeshjet direkte. Dhe besoj se duhet të vazhdojmë edhe nesër ta dërgojmë gjallë dhe ta fitojmë ndeshjen sepse vetëm 3 pikë na bën punë. Sa i ndjen skuadra presionin e objektivit titull, duke qenë se janë shumë vite tashmë që skuadra si ka fituar. Është e vërtetë që janë shumë viteve, gjësi çdo ndeshje ka presionin e vet. Në skuadër nuk ka asnjë fije presion për këtë pjesë. Normalisht është presioni i ndeshjes. Kluj kundër çdo lloj ekipit ke presionin sepse e ke sidomos në Shkodër e kemi detyrim 3 pikëshin. Por gjithsesi skuadra është e qetë dhe besoj se është në ritmin e duhur dhe ka besimin e duhur që nesër duhet ta fitojë ndeshjen. Nesër me Dinamo për kampionat, por edhe 2 sfida, 2 finale të kupës me Dinamo. Do të jetë histori tjetër kampionati, histori tjetër kupës? Pa diskutim që ndeshjet e kupës ka një specifik tjetër, por gjithsesi tonë vëmendja jonë është ditën e nesërme ta kalojmë me sukses, të marrim 3 pikëshin. Pastaj është dhe pushimi kombëtarës dhe kemi kohë që të mendojmë për ndeshjen e kupës. Guishta ka informacione që Elman Dorxhini është thirrur nga Silvini në kombëtare. Mendoni që është një moment pozitiv dhe entuziast edhe për Vllaznin, por edhe për ju si skuadër, si koleg për të qenuar. Them vërtetën, nuk kam asnjë informacion për këtë pjesë. Do isha shumë i kënaqur dhe shumë i gëzuar që të vinte një ftesë për Gjinin, sepse meriton, është një djalë i ri, një djalë me perspektivë, i ka gjitha të dhëna që më bën një futbollist i madh, edhe aq më tepër që është pjesë e ekipit tonë, do isha shumë i gëzuar që të ishte pjesë e kombëtarës, por të them drejtën nuk kam një informacion të tillë. Di që nesër del domethënë lista e kombëtarës, po dhe presim. Sa do ta ndjej skuadra mungesën e një lojtari si Kastrati? Shiko, tek Vllaznia çdo lojtar është i rëndësishëm, Vllaznia ka nevojë për gjithë lojtarët, sidomos në këtë fazë në kampionatit. Lirimi është një lojtar që i ka dhënë shumë Vllaznisë, një lojtar i shpejtë që na ka ndihmuar ne si në fazën ofensive, si në fazën defensive, por i kemi marrë masa që ta zëvendësojmë, shpresoj që mos të mungojnë gjatë, sepse është për të mirën e tij dhe për të mirën tonë. Kur ishta edhe diçka e fundit, besoj ju si shkodranës bashkë me pjesën tjetër dhe me trajnerin Edi Martini e gjeni më tepër barën dhe përgjegjësinë për të sjellë titullin kampion në Shkodër. Duke qenë se ky është viti i parë i Martinit në Shkodër, çfarë bisedash bëni me trajnerin nëse mund t'i ndani për ne dhe sa vendimtar do të jetë për të ardhmen e Vllaznisë ky sezon? Shiko, është viti i disa rreth që i shkojmë shumë afër titullit kampion. Por mendoj se ky është viti i duhur që ta përfundojmë me sukses dhe ta marrim atë që gjithë Shkodra po e pret. Ta thashë më parë, nuk është se ka shumë presion te kjo pjesë, jeni atë qetë, gjithë secili nga lojtarët e din domethënë e din edhe presionin që ka titulli kampion, por ne jena shumë qetë dhe mendoj se ky është viti i duhur që duhet ta realizojmë me sukses dhe ta marrim titullin kampion sepse gjitha mundësitë i kena. Guishta një fitore ndaj Dinamos, mendoni se është edhe një lojrat për tifozërinë shkodane me rastin e festës së Bajramit? Pa diskutim që me që është e festa e Bajramit, normalisht do ishte e kënaqësi që edhe të marrshin 3 pikëshin edhe të festonim edhe ato besimtarët musliman t'i gëzonim 2 herë. Gjithsesi ne të fokusuam vetëm tek ndeshja e nesërme edhe shpresoj t'ja arrijmë qëllimit. Urime suksese. Faleminderit.